Ju gjatjeta uroj të jeni mirë. Ndërsa në Beograd, Aleksandar Vučić numëron raketat dhe njofton hapjen e fabrikave të dronëve për të kërcënuar sigurinë e Ballkanit, në Prishtinë ka rënë një bombë tjetër elektorale. Nuk është bombë prej metali, por është bombë prej letre. Janë votat e referendumit të 28 dhjetorit të zgjedhjeve që ishin në fakt një referendum. Ajo që pam dje nuk ishin thjesht zgjedhje parlamentare në Prishtinë. Ishte një tërmet 8 ball që rrafshoi godinat e vjetra politike në Kosovë. Albin Kurti nuk mori thjesht një mandat të tretë. Ai mori çelësat e një sovraniteti që askush, as Brukseli, as lojtarët e tjerë ndërkombëtar, aq më pak dhe Beogradi, as Washingtoni, nuk mund ta injorojnë më. Ajo që pam dje ishte diçka e madhe dhe do të ndalemi sot për ta parë nga afër se çfarë ndodhi, çfarë ishte dhe si duhet ta kuptojmë atë në ndritën e këtyre zhvillimeve të mëdha që po ndodhin në botë. Nga Ukraina, e cila tashmë ka nxjerr britmën e fundit pas takimit të Zelenskit me Trumpin në Florida. Ish ministri i jashtëm i Polonisë ka dalë me një deklaratë bomb. I ka thënë mbar botës dhe Europës, Putini e fitoi luftën. Ç'është kjo deklaratë dhe pse tani? Çfarë po ndodh në Florida? Çfarë ndodhi në vilën e Donald Trumpit atje? Përse Donald Trump ka njoftuar për mediat se ushtarët amerikanë të cilët u vranë në Ukrainë dhe ata që shërbyen atje dhe që humbën jetën fatkeqësisht në një vend të huaj. Trump e quan Ukrainën vend të huaj. Dhe ndërkohë që e gjithë bota po ndahet dhe po zihen në këto ditë të fund të vitit, vim edhe një herë në Prishtinë. Pyesim sonte si arriti vetëvendosja dhe Albin Kurti të kthejnë opozitën historike të Kosovës në një relike të së kaluarës politike dhe historike të vendit. Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, sot po kërkojnë veten e tyre në rrënojat e një rezultati që nuk u la pas as rolin e shikuesit. Por, duket qartë, vëllezër dhe motra shqiptar, që dridhjet e këtij tërmeti janë ndjerë jo vetëm në Prishtinë, por edhe tek miqt e Beogradit dhe të Vučićit në Tiranë. Arkitekti i Ballkanit të hapur Edi Rama dhe vëllai i madh i Kosovës, që tentoi të shiste drafte asociacioni në përzyrat e botës, sot ka heshtur edhe ai. Populli i Kosovës dje nuk votoi vetëm kundër Aleksandar Vučićit, por edhe kundër miqve të tij dhe vëllezërve të tij në Tiranë, të cilët duan të bëjnë paqe me dhunë me Serbinë mbi kurrizin e Prishtinës dhe të hanë dardha pas kurrizit të vëllezërve tanë në Kosovë. A është ky fundi i paternalizmit të Edi Ramës dhe të këtij babysitterit të Kosovës që e ka shitur veten si tillë? Tani miq, loja ka ndryshuar. Me këtë mandat prej hekuri në xhep, Albin Kurti duket qartë ka hedhur dorashkën në ring. Njohje de facto ose asgjë nga Serbia për Kosovën. Amerikanët, të cilët deri dje flisnin për pasoja dhe izolim, sot përballen me një realitet të ri. Populli i Kosovës zgjodhi rrugën e vështirë të dinjitetit përballë bindjes së verbër të orkestruar nga opozita në Kosovë thjesht për qëllime pushteti. Dhe kjo zbuloi qartë që edhe një herë atë që ua kam shpjeguar se Kurti nuk ka qenë kurrë armik i amerikanëve. Ndoshta ka patur ndarje rolesh, ndoshta ka patur ndarje detyrash. Mund të kenë qenë shumë skenaret, por vetëm një përplasje mes Kurtit dhe amerikanëve nuk ka patur. Dhe këtë e tregoi referendumi, e tregoi zgjedhja masive me 55 mandate
pas zgjedhjeve të 9 shkurtit. Do të ulemi ta kuptojmë me kujdes dhe me qetësi çfarë ndodhi. Por në rrafsh strategjik dhe në rrafshin makro u duk qartë që amerikanët nuk e kishin futur kurtin në kurth dhe nuk i ishin vënë nga pas për ta rrëzuar. Po ti ishin vënë, sigurisht që mund ta dëmtonin shumë dhe madje edhe mund ta rrëzonin atë. Amerikanët e bën një lojë e cila do të shpjegohet pak më pas dhe vendosën kufit e ri për Beogradin dhe për lojën e re gjeopolitike në Ballkan, aq më tepër që po mbyllet, pothuajse po shkon drejt fundit, edhe bixhozi i madh dhe loja e madhe dhe kazinoja e madhe e Ukrainës, të cilën Europa e trajtoi me shkujdesje të madhe dhe me sa duket sot po nxjerr klithma nëpërmjet ish ministrit të jashtëm polak se e humbëm lojën me kajzerin e Rusisë, me Vladimirovich Putin. Sot loja ka ndryshuar dhe Albin Kurti sot kërkon, siç u thash, njohje de facto ose asgjë. Populli i Kosovës zgjodhi rrugën e vështirë por të dinjitetit dhe nuk mundën të gënjehen nga asnjë lloj sharlatani i cili synoi nëpërmjet propagandës të ngre tezën dhe alibin se Kurti po na prish me perëndimin. Nuk do të përsëritem se kam bërë 2 video të para masivisht nga ju për këtë çështje ku kam argumentuar se përse Kurti as është, as guxon dhe as është aq budalla sa që t'i hap luftë fuqive të mëdha dhe aleatëve të mëdhenj ndërkombëtar të Shqipërisë. Duket qartë që ne jemi në një moment të ri në të cilin duhet bëhemi gati për lojën e ardhshme, sepse zhvillimet do të jenë të mëdha, aq më tepër që reagimi i Aleksandr Vučićit ka qenë i fortë. Ndërkohë që zhvilloheshin dhe priteshin të dilnin zgjedhjet, rezultati i zgjedhjeve në Kosovë, Vučić shkon në një fabrik armësh dhe njofton prej atje. Strategjinë e re të Beogradit për të vazhduar për të blerë më shumë kohë në lojën e madhe ndërkombëtare. Ai kërkon që barka e dërmuar dhe e vjetruar tashmë e Serbisë të vazhdojë të qëndrojë në mesin e këtij oqeani kaq të trazuar për të blerë kohën që i duhet për t'u thënë amerikanëve dhe europianëve se ai nuk do të mundet dhe as e ka vullnet që të heq një rënkëm nga lindja dhe tjetër nga perëndimi. Shkurt, ai po ble kohë që të ruaj marrëdhëniet e tij të forta me Rusinë dhe të përforcoj armatimin e tij, duke i dhënë mesazh Kosovës dhe Ballkanit se ai po armatoset pikërisht për Kosovën, pikërisht për shqiptarët, pikërisht për ata që i konsideron si armiqt e tij më të mëdhenj në Ballkan. Sonte e kuptojmë nga pak gjithçka dhe ndalemi të shohim se si izolimi i miqve të Beogradit në Tiranë dhe shpartallimi i tyre dhe i gjithë makinerisë mediatike që nga mëngjesi deri në darkë synonte të godiste trajektoren sovraniste të Prishtinës zyrtare gjatë kohës kur ishin kohërat e turbullta, por jo kaq të turbullta sa sot, ishin pak më të qarta. Referendumi i dhjetorit. Kush fitoi në të vërtetë dhe kush mbeti jashtë loje? Eja ta kuptojmë pak ka pak. Albini erdhi dhe u tha të gjithëve, me sa duket, u dha të gjithëve një mesazh, të cilin ai e dha pa pompozitet, e dha pa mendjemadhësi, pa kryenësi, e dha
me përullësi edhe me modesti, sepse fitoria është kryenësia dhe mendje madhësia më e madhe. Ajo është që të armatos me modesti. Sa më e madhe të jetë një fitore, aq më e lartë shfaqet edhe modestia. Sa më e vogël të jetë fitoria, aq më shumë bie në sy dridhja dhe përdridhja. Vučići ka shpejtuar të paralajmërojë mundësinë e një sulmi ndaj Serbisë. Pra në një farë mënyre, edhe Vučićit i intereson që të vi Kurti në kuptimin e narrativës së tij. Ai e di që do të vuajë më shumë, por ai e di shumë mirë që do të duhet të bëhet gati për fazën e re dhe kështu do të përpiqet ta përdor alibin e zgjedhjes së Albinit si një armë të tij për të forcuar brenda, duke u thënë serbëve se tashmë janë në rrezik, por edhe duke i thënë lojtarëve të tjerë, të cilët janë aty duke parë dhe duke ndjekur nga afër. Janë duke ndjekur nga afër lojën dhe po masin edhe tensionin, edhe pulsin e të gjithë lojtarëve. Vučić paralajmëroi të shtunën se mundësia e një sulmi ndaj Serbisë nuk mund të përjashtohet, mes tensioneve në rritje midis Rusisë dhe Europës. Dhe duke e lidhur kështu pra luftën e mundshme hipotetike në Ballkan me luftën ndërmjet Rusisë, Ukrainës dhe Rusisë dhe Europës, ndoshta mund të ndodhë. Ai ka shkuar në një kazermë ushtarake pranë Beogradit dhe ka folur gjithashtu për tanke, raketa dhe artilleri, ka folur për njësitë specializuara me sisteme të avancuara të mbrojtjes ajrore, ka folur për mjete fluturuese dhe dronë. Ai ka njoftuar gjithashtu se fabrika e parë e madhe në Serbi, që do të prodhojë dronë shumë të sofistikuar në bashkëpunim me një partner të huaj të cilin nuk e ka përmendur, pritet të hapet nga fundi i marsit apo nga fillimi i prillit. Vučić i ka kritikuar të gjithë ata të cilët i përshkroi si aleanca ushtarake jo natyrale dhe të pahishme që paraqesnin kërcënime të mundshme për Serbinë, duke theksuar se Serbia është në një pozicion delikat, i cili synon antarësimin nga njëra anë në Bashkimin Evropian, por duke ruajtur në të njëjtën kohë lidhjet me Rusinë dhe duke mos pranuar të zbresë nga barka e Moskës. Duhet kemi parasysh diçka shumë të rëndësishme, miq, se Vučići e bën këtë pikërisht tani që fitoi Albin Kurti për disa arsye. Do të kthehemi edhe në Kosovë. Vučići, sepse ajo që na intereson më tepër është ta shohim zgjedhjen në Kosovë si efekt gjeopolitik rajonal më tepër se sa kush fitoi brenda në Kosovë, a do jetë Albini apo do të jetë Memli Krasniqi apo a do të jetë Lumir Abdixhiku apo Ramushi në pushtet. Rezultati dhe efekti politik dhe gjeopolitik i zgjedhjeve në Kosovë është më i madh se emrat e të gjithë emrat e përveçëm të gjithë kryetarëve të partive në Kosovë dhe efekti është më i madh se partitë e të gjithë atyre. Ndaj e shohim tashmë atë që ndodhi në Kosovë nga Beogradi, sepse pikërisht atje shkon shigjeta e parë me zgjedhjen e Albinit dhe me këto bomba prej letre që ishin votat, nëpërmjet të cilave populli i Kosovës e shprehu qartë verdiktin e tij. Politika e viktimizimit të Aleksandar Vučićit dhe mobilizimi i tij i brendshëm, ai pra kërkon nëpërmjet një sulmi të mundshëm, duke folur për një sulm të mundshëm ndaj Serbisë,
ai e përdor këtë si një mjet për të konsoliduar mbështetjen e tij të mbrojtshme, duke krijuar një ndjenjë rreziku të jashtëm. Pra gjithë diktatorët kur janë në rrezik krijojnë armiq të jashtëm dhe rreziqe të jashtëm. Dhe udhëheqësit nëpërmjet kësaj mënyre rrisin ndjenjat patriotike dhe nacionaliste dhe në një farë mënyre apo në një tjetër justifikojnë shpenzimet e jashtëzakonshme ushtarake në një kohë kur ekonomitë e Ballkanit përballen me sfida. Një qëllim tjetër i Vučićit që në këtë moment, pikërisht në këtë moment kur në Prishtinë rizgjidhet Kurti, i cili tashmë mund ta bëjë qeverinë Kurti 3 i vetëm, duke marrë disa mandate nga pakicat jo serbe, ai synon gjithashtu Vučićit të krijojë në këtë moment një balancë mes lindjes dhe perëndimit. Kjo është sfida më e madhe në thelb e Serbisë. Vučić po përpiqet të mbajë dy qëndrime të kundërta. Një, integrimi në BE, e dyta, lidhja me Rusinë. Ruajtja e marrëdhënieve historike dhe energjetike me Moskën, si dhe mbështetja ruse për çështjen e Kosovës janë jetike për Serbinë. Dhe deklaratat e Vučićit për aleancat jo natyrale vijnë në formën e një goditje të tërthort ndaj zgjerimit të NATO-s ose bashkëpunimit ushtarak të vendeve fqinje me Aleancën e Atlantikut Veriut, NATO dhe me perëndimin në përgjithësi. Mesazhi i Vučićit është një thirrje dhe një orientim i drejtuar perëndimit se unë po i bie ziles së alarmit në Moskë dhe në Pekin tek partnerët e mi, në mënyrë që tashmë që në Kosovë ka ardhur një lojtar retorika e të cilit njihet, edhe unë do të kërkoj mbështetje tek partnerët e mi, u thot Vučići, sepse fitoren e thellë të Albinit në këtë moment në të cilin gjendet bota dhe Ballkani, Vučići e ka interpretuar si një mbështetje të nëndeshme apo si një mbyllje syri të amerikanëve për rikthimin e Albinit. Një, duke u bazuar tek llogaritë e reja të imta amerikane për Ballkanin. Dy, duke u bazuar tek pragmatizmi i tyre i tmerrshëm, që do të thotë kush kontrollon terrenin dhe kush ka autoritet jemi me të, e korrigjojmë, e godasim, por nuk e shkatërrojmë. Ndaj dhe Vučići e jep këtë moment, këtë mesazh për rajonin. Mesazhi për luftën në Ukrainë gjithashtu është shumë i rëndësishëm, sepse Vučić përdor tensionet Rusi-Europë për të paraqitur Serbinë si një ishull neutral i paqes, i neutraliteti i të cilit kërcënohet me rritjen e presionit, një, për të njohur Kosovën, dy, për të njohur status quo-n e re, dhe tre, për të mos mbajtur njërën këmbë këtu dhe njërën këmbë nga ana tjetër. Duke e patur parasysh të gjithë të tablo, fitoria e Albin Kurtit në Prishtinë me këto përmasa e bën Beogradin që të lexojë me shumë imtësi këtë moment historik dhe këtë moment gjeopolitik që po kalon Ballkani. Ndaj, ai tashmë do të ketë një mundësi të madhe për të justifikuar rritjen masive të investimeve në teknologji, në dron, artilleri, mbrojtje ajrore, do të ketë refuzim të sanksioneve ndaj Rusisë dhe aspirata formale për në BE, sa për të mbajtur derën hapur, ose atë që ne në Shqipëri e quajmë më kaçu baba me la gojen, apo nona, dhe thonë në disa vende. Ndërsa pika e katërt është
retorika e ashpër që do të tentoj të zgjedh ndaj fqinjve dhe aleancës së tyre me NATO. Duke patur parasysh këtë zhvillim, kthehemi dhe bëjmë një pyetje të rëndësishme. Si mundet pas gjithë atyre sulmeve nga opozita e Kosovës brenda, shpesh edhe nga ndërkombëtarët, shpesh edhe nga amerikanët, shpesh edhe nga europianët, shpesh me goditje shumë të forta të cilat i morën, shpesh me mbështetjen totale të gjitha mediave kryesore të Tiranës dhe të prime time, me të gjithë sulmin e gjithë kësaj orkestre, si ja doli Kurti të fitoj kaq thellë dhe si ja doli që të ngrihet edhe një herë më i fort se çka qenë përpara. A janë kosovarët, vëllezërit tanë në Kosovë, budallej, ashtu si kur po thonë disa analistë në Kosovë, të cilët thonë Albin Kurti fiton sepse numri i budallejve është në rritje, apo ka fituar sepse ka faktor të tjerë dhe elementë të tjerë. E janë i të shohim elementet një e nga një. Përpara se të shohim elementet e fitores së Kurtit një nga një, do të shkojmë të pyesim se përse Kurti, unë e dëgjova që doli dhe ka dhënë deklaratat e fitores, përse Kurti thot duam njohje de facto tani prej Aleksandar Vučićit. Sepse pas fitores së mbrëmshme, Kurti e ka të qartë se ai e ka legjitimitetin maksimal politik. Pasi votbesimi masiv që ju dha, i e vesh Kurtin me legjitimitet masiv dhe kjo i arrit atij stekën dhe ja mundson që të kaloj në një pozicion të dytë. Më të fortë se sa që ishte. Kërkesa e Kurtit për njohje de facto që nënkupton njohjen e pasaportave, të simboleve, dokumenteve, targave dhe mos pengimin e Kosovës në organizatat ndërkombëtare. Kjo ka synim, është një lëvizje strategjike e Kurtit që ka për synim dhe për qëllim neutralizimin e blerjes së armatimit. Që do të thotë, Kurti argumenton se nëse Serbia vërtet dëshiron paqe, duhet të njohë ekzistencën e Kosovës. Nëse Serbia armatoset dhe refuzon të njohë Kosovën, do të thotë ajo me Vučićin është duke konfirmuar dyshimet e Kurtit se armatimi është i destinuar për agresion ndaj shqiptarëve dhe Kosovës, sepse armatimet nuk blihen as për të kërcyer Lambadën, as për të kërcyer Napoleonin, as për të kërcyer Lepa Breno. Qëllim tjetër është Kurti tenton ta kaloj topin në fushën e Serbisë. Kurti e di që Aleksandar Vučić nuk mundet ta pranojë njohjen de facto të Kosovës pa u përballur me një shkatrim fatal tek nacionalistët brenda në Kosovë dhe tek baza e tij e mbështetësve të tij radikal. Duke e kërkuar Kurti si minimum njohjen de facto të Kosovës, Kurti e nxjerr Serbin në Kurth ose e nxjerr atë Lakuriq dhe e paraqet si palën destruktive e cila është ajo që nuk do dhe është ajo që refuzon një marrëveshje dhe është ajo pra Serbia që refuzon për rrjedhoj të mungesës një marrëveshje, për rrjedhoj edhe destabilitetin e Ballkanit. Si lidhet në një mënyrë apo në një tjetër armatimi masiv i Vučićit me zgjedhjen apo me rizgjedhjen e Albin Kurtit. Vučići përdor një gogol
dhe e përdor Kurtin si gogol brenda në Serbi, për të justifikuar atje për blerjen e dronëve dhe të raketave dhe për mobilizimin e ushtrisë. Vučić thot se është duke e mbrojtur Serbinë dhe serbët nga regjimi i Kurtit, nga gogoli, që është rizgjedhur në Prishtinë. Sa më i fortë të jetë Kurti në Prishtinë, aq më shumë arsye në thojza ka Vučići që të rrisë armatimin e ushtrisë serbe. Nga ana tjetër, edhe në Prishtinë, Kurti i adoli mjeshtërisht të përdor gogolin Vučić dhe kërcënimin Vučić për paqen dhe stabilitetin e rajonit. Fitoria e Kurtit në një pjesë të saj të madhe, bazohet krye kput mbi qëndrimet sovraniste të Albinit dhe mbi qëndrimin e tij të paepur dhe pa ekuivok dhe të pa lëkundur ndaj Serbisë, ndaj asociacionit, ndaj Veriut, ndaj organizatave terroriste serbe, ndaj dosjes Radojčić, ndaj çdo dosje. Dhe ju e pat se si e tha edhe në fushat Albini, kur tha cili është rezultati që prisni, edhe e kishte edhe slogan, nuk lëshojmë pe, do të thotë nuk tërhiqemi dhe nuk i hapim rrugë Serbisë. Tha ka pas 28 zyra ilegale në komunat serbe në veri të Kosovës dhe asnjëra prej këtyre zyrave të Serbisë nuk është më tani. Pra, retorika nacionaliste dhe sovraniste e Kurtit ka qenë kali i betejës elektorale të Albin Kurtit. Për këtë arsye, Kurti gjithashtu e përdor Vučićin si kërcënim dhe duke qenë se bazohet fitoria e tij mbi këtë retorik, sa më shumë që Vučići tregon tanket, raketat dhe armatimet në Serbi dhe në Banjica, atje ku është kjo magazin apo fabrik që do të hapet e armatimeve, aq më shumë rritet edhe populariteti i Kurtit si i vetmi lider politik i cili nuk lëshon pe dhe kërkon mbrojtjen dhe sovranitetin e çdo milimetri katror të Republikës së Kosovës. Për ta parë skemën tashmë në dimensionin e saj makro, të përpiqemi të hyjmë pak më thellë. Ka 3 qëllime kryesore e gjithë kjo tablo. E para ka lidhje me pritjen e zgjedhjeve në SBA. Të dy liderët, pra edhe Vučići, edhe Albini, po luajnë një lojë pritje. Vučić është duke shpresuar që në Washington të ndryshojnë situatat dhe linja e Washingtonit të ndryshojë në mënyrë që të ulet presionin ndaj tij, ndërsa Kurti po nxiton të balancojë qëndrimin e tij në raport me Washingtonin e Bidenit dhe me Washingtonin e Trumpit. Pasi ai është i perceptuar si mik i të majtës amerikane dhe si mik i demokratëve, si mik i Kamala Harrisit, i Bidenit, si i majtë që është. Për këtë arsye, po të shkoni tek faqja e Albin Kurtit në Facebook, ai e jep mesazhin e lojtarit në pritje të këtij roli dhe mënyrën si do ta presin amerikanët zgjedhjen e tij, pavarësisht se ai e di se cili është qëndrimi i amerikanëve. Në statusin e tij në Facebook, Kurti thot: administrata e demokratëve ishte ajo që na çliroi nga okupatori serb, ndërsa administrata republikane, pra trumpizmi dhe e djathta, ishte ajo që na dhuroi pavarësinë. Dhe kjo e bën të qartë lojën që thot se Albini pra ishte qartësisht edhe Vučići në një pritje tashmë
vendosin veten e tyre në pozicion pritje të asaj se si do ta shoh dhe si do ta komentoj Washingtoni këtë zgjedhje. Pavarësisht se Kurti e ka marrë mesazhin se ky qëndrim i amerikanëve, të cilët her pas here unë jo a kam shpjeguar në të gjitha daljet që kam bërë. Ua kam thënë, amerikanët bëjnë si kur e godasin Kurtin në mënyrë që të kenë mundësi t'i godasin Kamxhik edhe Vučićit dhe të rrisin presionin ndaj tij. Pse? Duhet keni parasysh, miqtë e mi, ju që i njihni amerikanët nga televizori, ju që i njihni nga filmat cowboys dhe ju që nuk i njihni fare. Amerikanët janë pragmatist dhe nuk e kanë të nevojshme t'u lëpihesh poshtë e përpjet. Që do thotë, nuk e kanë shumë të nevojshëm atë servilizmin lapist i cili apo me të cilin janë mësu shqiptarët, qoftë atje në Prishtinë, qoftë këtu në Tiranë. Ne këtu në Tiranë ju e dini, na helmon jetën 34 vjet, një qetë e madhe hajdutësh, të cilët i premtuan shqiptarëve integrimet në NATO, në BE, dhe na sollën vetëm mjerim dhe shkatërim. Kosova numëroi votat dhe zgjedhjet, rezultatin e zgjedhjeve nxorri për 2 orë. Në Shqipëri nuk del rezultati i zgjedhjeve pa 3 javë. Pse? Sepse janë kokrat e hajdutëve, janë kokrat e mashtrusve dhe janë thellësisht anti-shqiptar, dhe në Shqipëri ka demokraci fiktive, nuk ka demokraci që të zgjedh populli dhe dalin si dolën në Kosovë, leksion spektakolar. Doli Ramushi, tha jam i kënaq me rezultatin. Doli Abdigjiku, tha nuk ishte kjo ajo që prisnin, do marr përgjegjësitë e mia. Memli Krasniqi iku përpara zgjedhjeve, ja kaloi zotnis tjetër, edhe ai me sa duket do marrë përgjegjësitë, do iki. Të gjithë pranojnë rezultatin, të gjithë japin dorë një tjetrit. Bandat e Tiranës këtu nuk japin rezultatin, sepse ky është një vend i degeneruar politikisht dhe i degraduar, sepse elitat politike në Shqipëri dhe në KQZ kontrollohen nga agjensitë e shërbimeve sekrete jo miqësore me Shqipërinë dhe shqiptarët. Ndaj nuk lejojnë për 34 vite deri më sot që ne të kemi zgjedhje. Dhe të gjithë ata kosovar që nuk më shohin dot me sy, apo shqiptar të Shqipërisë që nuk më shohin dot me sy, për arsye se qëndrimet e mia politike janë të ndryshme me ato të tyre, dhe më thonë, ti na e trego suksesin tënd Kreshnik, unë nuk kam mundësi t'ju a tregoj suksesin tim, dhe ua kam thënë, ua përsëris. Në Shqipëri qeverisin 2 banda të rrezikshme anti-shqiptare, të marrura vesh prej kohës Ramizalis me njëri tjetrin. Rama dhe Berisha vendosin gjithçka në tavolinë. Ju betohem në nderin tim dhe në gjithçka ka njeriu të shenjtë dhe të shtrejtë në këtë botë. Në qoftë se një ditë zhvillohen zgjedhje të lira në Shqipëri, ku ne të numërojmë votat tona, ti kemi ti numërojmë aty, në qoftë se shqiptarët nuk na duan, nuk na e shihni më fytyrën për sa të jemi gjallë. Do të vazhdojmë bëjmë punët tona akademike, politike, do flasim, por kur mos merremi me politikë. Por të votoj populli dhe të numëroj Saliu me Edin, kjo nuk ka për të ndodhur kur, sa të jemi gjallë, do t'u shkatërrojmë narrativën 2 këtyre bandave të mëdha PSPD, të cilët kanë helmu jetët e shqiptarëve për 34 vjet. Kurti e mori mesazhin miq, që amerikanët kishin nevojë të vendosin vijat e kuqe tashmë në Ballkan. Vijat e kuqe në Ballkan ishin, po shkojnë fatmirësisht deri në këtë moment.
jemi në oqean të hapur, surprizat mund të ndodhin nga minuta në minutë. Nga qasti në qast mund të ndodh hataja. Ju a kam thënë, unë nuk mere me parashikime, as me fall, as me lexim filxhani. Ne bëjmë lexime të holla strategjike nga Akademia Gjeopolitike e Lëvizjes Andeu dhe japim mendimet tona. Hataja mund të ndodhë në çdo moment, por ajo që ndodhi në Kosovë ishte shuplak për të gjithë punojësit dhe shqipfolësit e Beogradit në Prishtinë dhe në Tiranë që jemi përballë vendosjes së linjave të reja të kuqe gjeopolitike të Ballkanit. Çfarë do të thotë kjo Kreshnik? E përkthyer në terma shqip, kjo do të thotë amerikanët shkuan tek linja e Kurtit. Që do të thotë mesazhi për Beogradin është me rizgjedhjen e fortë të Kurtit dhe mundësinë e tij për të krijuar qeveri i vetëm, do të thotë që Amerika dhe BE-ja kanë shku ke vija e kuqe e Kurtit, që do të thotë nuk ka më asnjë lëshim për Aleksandar Vučićin pa kushtin që Kurti i vuri mbrëm me njëherë pas fitores e tij, që ishte njohje de facto minimalisht e Kosovës. Shkojmë gjithashtu drejt një skenari shumë të hollë, i cili po luhet në Ballkan, që është skenari i ngrirjes së konfliktit. E marrim konfliktin dhe e fusim në frigorifer. Duke u armatosur Vučići, ai sinjalizon se është gati për një konflikt të ngrirë afatgjat, dhe ai dëshiron të tregojë Perëndimit se çmimi, dëgjoni me kujdes, cili është mesazhi i Vučićit me armatimin dhe me mesazhet ushtarake, do t'i çojë Perëndimit, amerikanëve dhe europianëve, të cilët e ngritën stekën e Kosovës tek niveli i vijës së kuqe të Albin Kurtit, sepse ndryshe nga militantët e verbër të vetëvendosjes, të cilët ndonjëherë na shajnë dhe na ofendojnë, kur nuk e kuptojnë atë që ne themi, ne nuk jemi militant të Albinit, ju e kuptoni. Ne i urojmë suksese në detyrën e tij, por ne analizojmë me kujdes se çfarë bën ai. Ju që jeni militant, keni detyrë të brovorisni. Ne kemi detyrë të analizojmë dhe të kontrollojmë se çfarë luan Kurti, dhe Kurti ka detyrë të na kontrollojë ne dhe të na godas me kamxhik kur ne e dredhim apo kur ne luajmë gabim. Kjo është detyra e vëllezërve të korrigjojnë dhe të ruajnë njëri tjetrin. Mesazhi i Vučićit për Perëndimin dhe për amerikanët edhe europianët në këtë moment është: jam gati të ngri konfliktin, por çmimi i detyrimit të Serbisë për njohjen e Kosovës do të ketë kosto të larta ushtarake hipotetike në Ballkan. Dhe kjo pas një diskutim do të ndikojë edhe në sigurinë rajonale, pasi do të shohim një rritje të prezencës së NATO-s dhe të KFOR-it. Perëndimi do të detyrohet tashmë të rrisë numrin e trupave për të parandaluar një incident apo sulm terrorist, dhe do të kemi një garë armatimi. Pas një diskutim, Kosova do të kërkojë më shumë raketa Javelin nga amerikanët dhe dron Bayraktar nga Turqia, ndërsa Kroacia, si antare e NATO-s, do të vazhdojë edhe ajo në të njëjtën trajektore me Shqipërinë dhe Kosovën, dhe do të rrisë pas një diskutim buxhetin e saj për të ruajtur balancën. Tashmë të hym pak më thellë në Kosovë. Ju vëllezërit e mi në Kosovë e dini mirë, ka shumë miq zemre të Kreshnikut, të cilët janë hatërmbetur nga qëndrimi im. Në fakt, unë ju shpjegoj me qetësi, me respekt dhe me shumë dashuri për të gjithë. Unë në jetën time Kurtit as e njoh, as e kam taku, as e di am njef, as me njef.
nuk kam asnjë lidhje personale me Albin Kurtin. Që ta hiqni këtë perden Kreshniku Albini. Nuk e njoh Albinin, nuk e kam pas herë, as e kam taku dhe nuk kam asnjë raport personal për të. Analizat e mia dhe qëndrimet e mia vinë sipas leximit tim. Kur jam kritik me Kurtin, jam kritik sepse ky është leximi im, dhe kur jam pro ti, jam pro ti sepse ky është leximi im. Unë nuk e kam pa ndonjëherë në jetën time Albin. Ju e dini vetë në Kosovë, dhe me të drejtë mund të thoni Kosova është mjerim, është fukarallëk, është varfri, Kurti po na shet nacionalizëm, sovranitet, bërje shteti, gjendjen tuaj atje e dini ju më mirë se Kreshniku. Se çfarë hani, si ushqeheni, si i keni spitalet, si i keni ilaçet, si i keni pensionin, si i keni rrugët, spitalet, universitetet, shkollat, sa ka bërë Kurti rrugë, sa ka bërë shkolla, sa çerdhe ka hap, sa kopshte, sa është rritë mirëqenia, këtë ju e dini pa asnjë diskutim më mirë se unë. Por, çështja është që Kosova është shtëpia dhe populli sovrani, populli i Kosovës tregoi që është një njohës i kujdesshëm dhe i imët i zhvillimeve gjeopolitike. Dhe vota për Albinin nuk është një vot kundër Amerikës apo kundër Europës, por është një mesazh që ne jemi gati edhe të sakrifikojmë, edhe të gënjehemi në momentet caktuara për premtimet e bujshme për begati, mirëqenie dhe prosperitet, vetëm e vetëm që të mos lëshojmë sovranitetin e Kosovës, veriun e Kosovës dhe zajednicën. Ndaj, duhet të kuptojmë se kjo shuplak masive të cilën as Kurti nuk e ka pritur vetë, erdhi si një reagim masiv i popullit në Kosovë për këtë moment delikat. Që do të thotë, populli i Kosovës vendosi ta armatos Kurtin tashmë edhe përballë Vučićit, edhe përballë Moskës, edhe përballë Washingtonit dhe Brukselit, me një armë të cilën Kurti do ta përdor tashmë mençurisht, një për të rritur stekën e tij brenda në Kosovë, dhe dy për të sjell aleatët, amerikanët dhe perëndimin në përgjithësi, tek steka e Kosovës dhe tek nevoja e vërtetë e lojës Kosovës. Sepse po ti ishin vënë amerikanët për ta rrezu Kurtin, do ta dëmtonin shumë. Ky rezultat tregon që ndërkombëtarët kur kanë qenë në konflikt me Kurtin, nuk kanë qenë në konfliktin që pretendonte Baton Haxhiu dhe Berat Buxhal. As shumë prej liderëve të tjerë apo gazetarëve të tjerë atje. Ata kanë qenë kundër Kurtit, sepse unë ua kam shpjeguar edhe në dalje televizive, edhe në këto biseda që bëjmë ju, sepse kishin nevojë që fëmia e tyre e përkëdhelur Kosova të merrte shuplaka në mënyrë që edhe goditja e tyre ndaj Beogradit të kishte një lloj legitimiteti. Sepse Kosova është rast i jashtë imagjinatës dhe ishte perëndimi ai që bombardoi Beogradin për hatër të shqiptarëve. Okej, Kreshnik kishte interesat e veta. Këta e kemi mbyllë të histori. Nuk ka në këtë botë dhurata. Nuk ka në këtë botë dashuri falas. Po, kanë interesat e tyre. Dhe u bën me shqiptarët. Populli në Kosovë kuptoi momentin dhe mundet këtë bë sakrificë. Edhe mirëqenien e jetës vet ka prit më shumë, por edhe pritshmëritë mund mos i ketë pas shumë të larta, sepse nuk është se jetonin në xhenet, në parajs, me Thaçin dhe me Avdullah Hotin dhe me qeverit e tjera të mëparshme të Haradinajt, nuk kanë qenë në xhenet. Kanë vujt atëherë, po vujnë edhe sot.
a ka pritshmëri të larta prej Kurtit? Po ka pritshmëri të larta. Kosovarët, shqiptarët e Kosovës, kuptuan se duhet të rrisnin steken dhe unë jam thellësisht i bindur që në Kosovë ka njerëz patriot të cilët nuk e duan Kurtin e megjithatë i kanë dhënë votën Kurtit. Pikërisht për të rritë steken e Kurtit, për t'i dhënë atij një kobure shtesë në lojën e ardhshme në përplasjen me Vučićin dhe me ndërkombëtarët, por edhe për t'i bërë ballë këtij momenti delikat në të cilin po kalon rajoni dhe çdo qeveri e dobët në këtë moment, ndaj çdo qeveri e dobët në këtë moment do të kishte kosto të larta politike për Kosovën në arenën ndërkombëtare. Ndaj mua më mahnit sjellja e votuesit kosovar, të cilin një pjesë e opozitës ndoshta sot prej dëshpërimit e quan votues idiot, votues analfabet, sepse vetëm një analfabet mund të votojë këtë qeveri që s'ka bë asgjë etj. Kjo është betejë politike brenda. Unë jam thellësisht i bindur me këtë rezultat 55 mandate për Kurtin dhe vetëvendosjen. Me këtë fitore të thellë, Kurti ka marrë edhe votat atyre që nuk e duan Kurtin as vetëvendosjen. Por ka qenë vendim strategjik për momentin gjeopolitik që kërkon Ballkani, përgatitje dhe armatosje e Kurtit përballë ndërkombëtarëve dhe bërje gati e situatës për të ardhmen e rajonit në mënyrë që Kosova të mos paguaj faturat më mba. Sepse sa më e lartë vota, sa më i lartë votimi, aq më i madh legitimiteti i Kurtit dhe i kërkesave të tij. Kurti sot e ngren steken si të doje ai dhe sa të doje ai, sepse ai thot unë e mora dhuratën e fundvitit nga populli i Kosovës. Dhe verdikti i popullit të Kosovës ishte që Kurti të shkojë më i fortë atje. Sigurisht e kuptuan kosovarët që 100 euroshi që u shpërnda për fëmijët dhe pensionistët para zgjedhjeve, pa diskutim që ka pas edhe ai, por unë nuk besoj që 100 euro mund të blejnë popullin. Dikush mund të thotë jemi shumë fukare. Dikush mund të thotë janë shumë të varfër, janë shumë fukare. Se u përdor dhe kjo çështja e 100 euroshit për pensionistët dhe për fëmijët. Është më e madhe loja. Kurti ka marrë votat edhe të atyre që nuk e duan. Një për arsyet që ju a shpjegova më sipër, dhe dyta për t'i dhënë një shuplak shkatërruese opozitës e cila e mbajti Kosovën pa qeveri prej nënshkurtit të zgjedhjeve të kaluara e deri më sot. Opozita më vjen keq t'ju a them miq. I kemi miq edhe në opozitë, edhe në qeveri, edhe kudo. Opozita në Kosovë është treguar jashtëzakonisht e dobët dhe nuk ja doli të tregoj të dalë me një alternativë të bashkuar apo me një lider i cili kishte fuqi të konkuronte karizmën e Albin Kurtit. Për këtë arsye duhet t'i kërkojmë gabimet tek vetja, jo tek ne. Mua më intereson që ju t'jeni mirë dhe kaq. Mu nuk më hyn gjë në xhep, fitoj Kurti apo fitoj PDK-ja apo LDK-ja apo Ramushi. Shpresojmë, urojmë dhe kemi dëshirë t'ju shohim mirë. Po qet ju mirë, është Shqipnia mirë. Unë jam mirë, tha, kur është mirë Shqipnia, tha Is Boletini. Edhe ne jemi mirë kur është mirë Kosova. Pavarësisht qëndrimeve dhe debatit dhe analizave politike, që janë qëndrime politike dhe analiza politike, ne duam më të mirën për ju të gjithë atje. Por, fajet kërkojni tek vetja juaj. Kjo opozit nuk ja doli të frymëzoj. Lojtarët që ndërtuan mjegull dhe mashtrim nga mëngjesi deri në darkë,
jo është i Beogradit, jo Kurti po na prish me Amerikën, po na prish me Europën, kanë ngel të gjithë me shuk ngojtan. Nuk din qa me fol. Rena, vetëm rena. Kurti dha hapi edhe një kapitull të ri geopolitik në Ballkan, i dha një shuplak të madhe miqve të Beogradit këtu në Tiranë, veçanërisht Ramës dhe mediave pranë tij, të cilët kanë kaq vite nga mëngjesi deri në darkë, e shpartallun atë që quhet Kurti dhe vetvendosi. Shpartallim total. Pse? Si qysh tek tashmë Albini i dha mesazhin, nuk ka dashuri me zor me Beogradin. Nuk ka paqe të dhunshme dhe këto prallat e Edi Ramës dhe të rilindjes për integrim ndërrajonal me në qendër Serbin janë rena më e madhe, sepse kjo nuk ka për të ndodhur kur. Dhe këtë përgjigje, në fakt, e jep çdo ditë Aleksandar Vučić, siç e dha një ditë para zgjedhjeve të fundit në Kosovë. Tashmë ta mbyllim dhe t'i vëm ka pak kësaj historie. Pse perceptohet apo cili është qëndrimi i Amerikanëve dhe i Europianëve ndaj Kurtit? Amerikanët dhe Europianët të jeni të bindur për një gjë. Kanë tjetër lojë që luajnë me Kurtin mbi tavolinë dhe kanë tjetër lojë që luajnë me Kurtin në rrogos. Këtë t'jeni të sigurt. Presioni, asociacioni, sanksionet e BE-s kanë qenë masa të cilat kishin nevojë të ndërtonin një balans në mënyrë që t'i hapnin rrugën mundësisë për të ushtruar trusnin ndaj Vučićit. Qëndrimi i SBA-ve pas kësaj fitoreje, mos kini asnjë dyshim se ata janë pragmatistë, dhe pavarësisht preferencave personale që mund të kenë diplomatët amerikanë, apo kritikat e ashpra ndaj Kurtit, siç ka patur nga Grenelli dhe tjerë diplomatë të Departamentit të Shtetit, parimi numër 1 i amerikanëve, mos e harroni kur, është ne punojmë me atë që zgjedh populli. Ndaj, ata do ta pranojnë realitetin, do të rrisin presionin për dialog, por nuk do të ketë goditje dhe destabilizim të këtyre dinamikave që i prodhuan zgjedhjet. Ndaj ju a kam thënë, për t'i vënë kapakun gjithë kësaj bisede. Në qoftë se doni ta sillni Amerikën tek interesat tuaja dhe në qoftë se mendoni duhet ju shqiptar të prodhoni lojtar dhe t'ia çoni Amerikës në tavolinë. Dhurata nga qielli nuk ka. Jeni sigurt. Lajmi i bukur për Tiranën është që edhe në Tiranë epoka e lojtarëve të Beogradit tashmë u mbyll. Mesazhi erdhi nga Prishtina dhe ky ishte një shërbim që e bëri Albin Kurti edhe ndaj Tiranës, vllai të madh prej nga ku priste Prishtina shpëtim dhe mburoj. Europa po kalon ditë vështira, Amerika po kalon ditë të komplikuara në negociatat me Putinin, siç u thash ish ministri i jashtëm polak ka dalë dhe ka thënë Putini fitoi. Europa humbi. Donald Trump tha Amerikanët që kemi humbur në Ukrainë, shpreh keqardhjen time për ta, sepse kanë humbur jetën në një vend dhe në një dhe të huaj. Kjo tregon shumë. Kaq kishim për sonte, të tjera detaje sepse zhvillimet do të jenë të mëdha edhe këtu në Tiranë, edhe në rajon, edhe në botë, do të vijojnë në numër në ardhshëm. Natë mirë për sonte.